Fjalën ka kryeministri. Mirë, shumë faleminderit. Në radhë parë dua të falenderoj ministrin për punën gjithëpërfshirëse që ka bërë, qoftë me ju, qoftë edhe me të tjerë komponentë të rëndësishëm të kësaj panorame që u paraqit, një program kombëtar ambicios për të kaluar tek rilindja urbane 2.0, duke vendosur në dispozicion të këtij kapërcimi një objektiv për 1.5 miliard eurosh. Ajo që mendova se është rëndësishme ta ndaj me ju sot lidhet me jo thjesht dallimin mes këtij programi të ri dhe programit të parë të rilindjes urbane, por me arsyet që na çojnë në këtë program. Përpara disa ditësh pata një komunikim me njërin prej jush që ishte shumë i acaruar me një grup njerëzish që i kishin dalë në një lloj proteste për një çështje komunitare, edhe po më thoshte që i kam gjetur në lum, s'kishin rrugë, s'kishin ndryqim, mbushur me ferra, mes të plerave, ja u kam bërë atë lagjen me rrugë, me drita, me pemë edhe stola kam vënë, po janë mosmirnjohës. Tani, unë besoj që ky është leximi më i gabuar i mundshëm i një reagimi për cilin normal ati nuk i vinte mirë, askujt nuk i vjen mirë, për më tepër kur ke parasysh pikërisht atë që ai thoshte, që nga ishte nisur dhe nuk e kuptonte dot se si një komunitet të cilit i kishte bërë gjithë atë hizmet t'i kthej kundër. Fakti është që sa më shumë përmirësohen kushtet, aq më shumë bie në sy si e papranueshme ajo që mungon. Dhe kjo nuk është mosmirnjohje, është pritshmëri për standarde të tjera. Shoqëritë e varfra, ne kemi qenë një shoqëri e varfër, ne nuk jemi më një shoqëri e varfër. Nuk thash që ne nuk kemi varfëri, por nuk jemi më një shoqëri e varfër. Dhe shoqëritë e varfra janë shumë më tolerante ndaj mungesave. Sepse në shoqëritë e varfra dominon mendësia që ka dhe më keq. Ndërkohë që shoqëritë e zhvilluara apo shoqëritë që hynë në një fazë zhvillimi kur gjërat që deri dje dukeshin që nuk ishin pjesë mundshme e jetës bëhen realitet, janë gjithmonë më intolerante ndaj mungesave.
Që do të thotë që suksesi, rezultati, ndryshimi nuk ul pritshmëritë, i rrit pritshmëritë. Ka dhe më mirë. Nëse në shoqëritë e varfra ka dhe më keq, në shoqëritë e zhvilluar apo në ato ku zhvillimi hyn në fazën e re të pakthyeshmërisë, siç është rasti jo, ka dhe më mirë. Dhe sigurisht që ka dhe më mirë. Dhe kjo është shenja më e sigurt që ne sot jemi zyrtarisht në një fazë të re. Pse them zyrtarisht? Sepse më kujtohet që kur mbas zgjedhjeve të fundit, unë në një mbledhje të mbyllur këmbgula që 83 mandatet janë një bekim, po aq se janë një mallkim, më thoshin çfarë është ky mallkimi, pse mallkim ne në rregull jemi. Jo. Sepse jemi në një fazë të re të marrëdhënies së çdo kujt që jeton në këtë vend me veten, me vendin, me shtetin. Dhe programi është një nga instrumentat që e adreson këtë fazë të re, duke u nisur nga prezumimi që rilindja urbane që ne njohim e ka kryer funksionin e saj. Tani duhet kaluar përtej. Dhe para se të kalojnë në disa nga pikat që kam shënuar, po i kthehem asaj që tha ministrja, lidhur me papunësinë. Gjitha ato janë shifra reale. Por prap do të ishte gabim i madh të mendohej që ata që i refuzojnë ato shifra si një arsye për të ndjerë mirë, po përkundrazi i marrin ato shifra dhe thonë çfarë punësimi? Këtu kush punon në sklav? Këtu t'japin 200 euro. Këtu është mbase gabim në mënyrën se si i formulon gjërat, por është në pritshmëri shumë më të lartë. Rilindja urbane ishte dalja nga një fazë e gjatë rrënimi dhe degradimi që ishte kudo. Dhe nëse e përmendi kryetarja e bashkisë çështjen e shesheve kryesore. Nëse sheshi kryesor është fytyra e një qyteti, sheshet kryesore të qyteteve tona ishin fytyra e degradimit dhe dorëzimit përpara fatit të çdo qyteti. Edhe të sheshit Skënderbej i asaj. Dhe dalja nga degradimi, rikthimi i qytetit si vendi ku njerëzit kanë një jetë të mundshme sociale dhe gjithë çfarë pastaj e përmbledh mozaikun e rilindjes urbane me sheshet, rrugët, ndriçimin, shkollat, qerdhet, ujësjellës, kanalizimet, se do vi dhe tek çështja e ujësjellës, kanalizimeve, i përkisnin një faze kur Shqipëria, njerëzit filluan të besojnë tek vetja. Filluan të besojnë se Shqipëria mund të ishte e bukur jo thjesht nëpër male,
edhe 100 metra nga bregu kur notoje, se 100 metra e para ishin hallën vete, por mund t'ishte e bukur dhe mund t'i prezantojë bukur kujdo që e jetonte ose që hapte derën për vizitor. Tani, nuk jemi më në fazën që na mungojnë këto. Mua më kujtohet, gjithmonë më shumë, kur mbillnin pemë në Tiranë, ishte sikur jepnim shfaqje. Njerëzit ndalonin dhe mblidheshin rreth pemëve. Kur kemi mbjell kumblla dhe kuqe tek rruga e Kavajës, bllokoi trafiku sepse njerëzit shifnin mbjelljen e pemëve. Kishin ndjesinë e jashtëzakonshme që po kthehen pemët në qytet, se ishin sagatuar dhe prerë nga të katër anët. Sot ata që s'kishin lindur në vitin 2001, 2002, 2003, 2004, as nuk e kanë idenë që 90% e pemëve 90% e pemëve që janë në rrugët e Tiranës janë mbjellë në atë fazë. Mirë, po tani nuk jemi më në fazën e mungesës. Po shikonim një material që po përgatisim për gjithë ata që nuk e dinë se çfarë është bërë me Shqipërinë midisore, janë mbjellë 5 milion pemë në zonat e mbrojtura të Shqipërisë. 5 milion. Sot jemi në një fazë tjetër. Nuk është mungesa problemi kryesor, është sasia dhe cilësia e gjës që ke dhe që do. Do më shumë dhe e do me një cilësi më të mirë. Dhe kjo nuk është mosmirënjohje. Nuk është asnjë kërkesë e pa justifikueshme. Ne ndërtojmë shkolla. Dikur, në fazën e parë të linjës urbane, ishte një gjë shumë e madhe. Sot Durrësi, edhe për shkak të rindërtimit, sot Kamza, edhe për shkak të rindërtimit, janë qytete që tërësinë e shkollave e kanë të standardeve të një qyteti europian ku të doni ju vërin dorë. Por nuk mjafton më, mund të thuash po ndërtojmë një shkollë të re, e çfarë pastaj? Çfarë pastaj? Sepse nuk është më ndërtimi, por është çfarë ka brenda. Nuk është më infrastruktura, por është mënyra se si shfrytëzohet dhe ça del nga ajo infrastrukturë për shoqërinë. Nuk është më investimi, po është përvoja. Zoti Demo ka një fjalë magjike, eksperienca, thot. Dhe ka drejt. Sepse nuk është më rruga 5 kilometra e shtruar me gjitha standardet që i bën përshtypje atij që kalon atë rrugë, janë ato 50 metrat mbas 5 kilometrashit që janë keq. Dhe aty është pastaj libri i shtëpisë tonë. Ndalon muzika që shoqëron rrugën panoramike dhe fillon libri. Nuk është mosmirënjohje. Është një stad i ri ku është sot shoqëria fal gjithë kësaj pune që ne kemi bërë dhe për cilën s'kemi asnjë arsye të mos jemi krenar, por në ndërkohë duke qenë prap në këtë detyrë duhet përballemi me këtë sfidë shumë të madhe.
sepse dikur kërkoj një rrugë, do më dikur, se këtu ka disa që janë veteranë si puna ime, fitoheshin zgjedhje me çaku. Ishte një kohë e sistemit majoritar. Fitoheshin zgjedhje me çaku. 2 kamion çakull që hidheshin në një gjurmë rruge ku në fakt gropat ishin më shumë se sa pjesë të sheshta, sillnin vota. Sot, kilometrat që ekzistojnë nuk janë fare hiç në vëmendje. Janë kilometrat që mungojnë. Nuk është në vëmendje thjesht infrastruktura dhe aty ku nuk mungojnë kilometrat, është siguria. Shkollat, mua më kujtohet debati, një nga debatet më legjendare që mbaj mend unë, se ka pas shumë kohë e parë, përpara lindjes, për ngrohjen në shkolla dhe për faktin që shkollat ishin të mbipopulluara me nxënës për klasë. Ministri i Arsimit, dhe kjo është një gjë që ndodhte në tryezën e qeverisë, Ministri i Arsimit kishte një qasje strategjike lidhur me ngrohjen që thoshte sa më shumë nxënës në klasë, aq më shumë fryma e tyre ngroh ambientin. Prandaj, keni parasysh që nëse do t'i kemi më pak nxënësit, do jetë më ftohtë. Dhe nuk hyj fare në diskutimin që ore të bëjmë shkollat me ngrohje. Sot nuk është më fare tema a ka ngrohje as ka ngrohje. Sot tema nuk është as a ka palestra as ka palestra. Sot nuk është tema a ka biblioteka apo s'ka biblioteka. A ka laborator apo s'ka laborator. Sot jemi në kushtet kur po financojmë një program për të arritur në 1000 laborator smart, digital. Nuk mjaftojnë këto fare. Sot tema është çfarë ndodh në shkollë, çfarë jete komunitare ka në shkollë, çfarë sigurie ka në shkollë, si është marrëdhënia e fëmijës me mësuesin, e mësuesit me fëmijën, etj. Dhe kur ne ishim në fazën e rilindjes së parë, ishim akoma në një Shqipëri ku fiskultura ishte konsideruar një program parazitar. Fiskultura. Dhe antikomunistët e kishin hequr si një atavizëm të gjimnastikës mëngjesit. Dhe kur ne futëm fiskulturën, s'kishim mësues. Ndërkohë që krijuam lëvizjen sportive në shkolla, kemi sot 12-13 mijë nxënës dhe nxënëse që merren me sport, me uniforma, me kampionate, me stërvitje, me trajner, me mjek, me kartela individuale mjekësore. Kemi artët dhe zejet për të krijuar hapësira dhe për ata që duan të merren me të tjera gjëra dhe jo me sport, por nuk është mosmirënjohje nëse prindrit, nëse shoqëria thotë s'kemi gjë në Terezi. Dikur, dhe jo në shekullin e kaluar, në këtë shekull, përpara se sa ne të merrim detyrën, ishin të përditshme lajmet nëpër çdo ekran
jo me 1-2 persona, por me turba që u lërinin në përgardhet e spitaleve se nuk kishte as një ilaç, kishte aspirina. Vinin në spitalin Nën Tereza me batanie me vete, me çarçaf me vete, me jastëk me vete, me ilaçe me vete, me çdo gjë me vete. Kishte vetëm mjek që punonin me heroizëm. Asgjë tjetër. Futeshe në spitalin Nën Tereza, nuk kuptoi, a ishte në spital, a ishte në stacion trenit, a ishte një treg frut ilegal, fruta perimesh, a ishe ke gabi. Të gjitha ishin bashkë. Në korridoret e spitaleve, njerëzit lëviznin me biciklet. Dhe nuk kuptoi kush ishte në biciklet. Ishte doktori, ishte pacienti, ishte familjari, sepse mjekët s'kishin as përparse. Kjo ishte situata. Sot nuk ka rëndësi fare që spitalet janë spitale. Që mjekët, infermierët janë gjithë të veshur, të paguar, të drejtuar. Sepse nuk kërkohet më kjo. Kërkohet dinjiteti i çdo kujt të respektohet sikundër çdo kush e pretendon me drejt. Kërkohet shkurtimi i kohës pritjes, kërkohet teknologji, kërkohet. Nuk është mosmirnjohje. Është për ne që jemi si ai kolegu këtu që di se nga ka nis kjo punë, thotë po prit më një sekond se është bërë kjo, është stresuese, por është çmimi i rezultatit. Çmimi i suksesit, fatura. Flitet për ujë, sot, me fakte, me shifra, me fatura, me të dhëna, Shqipëria furnizon popullsinë e vet me ujë të pishëm, më shumë se kur ndonjëherë në historinë e saj, përfshir edhe periudhën kur ishte një parti shumë serioze në pushtet. Çfarë rëndësie ka kjo? Sepse në fakt nuk jemi kudo rregullisht 24 orë në të gjithë territorin. Sepse nuk është akoma e gjitha ashtu siç njerëzit duan. Dhe mjafton një rubinet që fishkëllen dhe nuk nxjerr ujë, një video bëhet virale dhe duket sikur gjithë Shqipëria është pa ujë. Dikur mjaftonte një park, një lulishte në qendër të qytetit. Dhe njerëzit të shikonin sikur kishte sjell material nga hëna. Sot e kërkojnë lulishten në çdo pikë ku jetojnë. S'është mosmirnjohje. Është pritshmëri. Lana dhe çdo lloj kanali që rrjedhe ujë, lumi, quheni si doni, që kalonte nëpër qytete, mjafton të mos dilte nga shtrati dhe ishte okay. Pavarësisht se mos pyet çfarë llumi dhe çfarë pislëku dhe çfarë katandije ishte. Sot nuk mjafton. Çfarë rëndësie ka sot se lumi i Gjanicës nga një burim
skandalos pislëku nga një turp, si ato të çarat në fytyrë të njeriut, është kthyer në një aset urban, nëse nuk shkon deri ku del ndet. Sepse askush nuk është më i kënaqur me atë që është përgjatë disa kilometra, por po këtu. Dhe është pritshmëri. Nuk mund t'i thuash pse ti kërkon këtë kur është bërë kjo dhe pse ti s'ke më durim. Durimi është një mall që nuk gjendet më në treg. Nuk gjendet më dhe të tentosh ta shesësh i bie që të marrësh përsipër të këndojnë librin e shtëpisë më shumë se sa që normalisht ta këndojnë. Dhimbjet e transportit publik, dikur përpara rilindjes urbane, furgonat ishin normaliteti. Lufta për të hequr furgonat ishte si një luftë për të luftuar Covidin me grushta. Sot as nuk bëhet fjalë që ne të pretendojmë që njerëzit të jenë të kënaqur me transportin publik, pavarësisht se ka linja, ka autobus etj. Duhet nivel tjetër. E tha ministri, çështjen e mbetjeve, dikur nuk ishte problemi se si përpunohen mbetjet. Dikur problemi ishte kur do vi makina e plerave që vinte një herë në javë dhe ishin plerat. Ndërkohë që sot shqetësimi është si përpunohen mbetjet. Tjetër temë pastaj që pjesëmarrja në mosndotje është minimale. Tani, për ta mbyllur këtë pjesë, duhet të them, kush mendon që shoqëria është bërë më negative, nuk duhet merret me politikë. Nuk duhet merret me punë të cilat janë funksion publik, shërbim publik. Sepse nuk e përballon dot atë që e percepton si negativitet. Është një mënyrë për ta perceptuar, por mund ta konsiderosh të tillë, po s'duhet merresh me këtë punë. Sot, kush merret me këtë punë, duhet thjesht dhe vetëm ta ketë të ndarë mendin shoqëria është bërë më kërkuese, jo më negative, më kërkuese. Se si e shpreh shoqëria kërkesën është një tjetër temë që nuk jemi këtu për këtë. Ne jemi këtu për të kuptuar se duhet kaluar në një nivel tjetër me patjetër. Dhe kjo nuk është sot një çështje shërbimesh. Kjo është një çështje ekzistenciale e shoqërisë demokratike. Është një çështje ekzistenciale e shoqërisë së ekonomisë së lirë të tregut. Është një çështje ekzistenciale e një shoqërie që bazohet tek sipërmarrja. Për të mos lejuar që pastaj Shqipëria të kthehet me kokë poshtë. Nga pritshmëritë nuk ka më asnjë rëndësi krahasimi me kohën para rilindjes urbane, po as me vetë rilindjen urbane, nuk ka më asnjë rëndësi se s'ka më asnjë vlerë. Ajo ka vlerë thjesht për ne për të kuptuar që jemi në gjendje t'i bëjmë gjërat edhe të bëjmë më shumë. Po krahasimi më shumë është një arsye për të nxitur negativitet se sa për të shpjeguar ndonjë gjë. Nuk ka vlerë.
nuk do t'ja di askush. Ka të drejtë të mos ja di, po çfarë faji ka? Se se nëse e shohim thjesht ka drejtë që mos t'ja di, do dalim në konkluzionin jo s'ka drejtë. Po çfarë faji ka? Kur thotë çam duhet mua se si ka qenë. Çam duhet mua, thot dikush që nuk e ka parë, se ka pas as mendjen, edhe nëse ka pas moshën, gjithë këtë transformim, kur sot të kërkon dhe unë mendoj që nga një anë që nuk është ana jonë, kjo është një fitore për cilën ne kemi dhënë kontributin kryesor, që Shqipëria, që shqiptarët të mos kenë sens justifikimi për ato gjëra që mungojnë. Se kanë. Danë. Ne kemi çelur një horizont komplet të ri, por horizonti mbetet horizont. Dhe standardin ne kemi vendosur vetë. Është Europa, dhe tani duhet të përputhim Europën me çdo gjë që secili në këtë vend shef. Por nëse ka një këshilltar të keq, më i keq i mundshëm përballë pritshmërive, është ti kesh frikë apo ti konsiderosh irracionale. Pritshmëritë janë karburant. Varet se kush do ta marri karburantin ta përdori. A do ta përdori për ta ngjitur Shqipërinë më lart, gjë që duhet dhe mund ta bëjmë vetëm ne. Nuk ka Shqipëri më lart me recetat që dëgjohen vërdall. Çdo recetë nga ato që dëgjohen vërdall është Shqipëria me kokë poshtë. Apo do t'jetë një karburant që do ta çojë Shqipërinë me kokë poshtë. Prandaj rilindja urbane 2.0 është mbulim i gjerë i gjithë kësaj fushë të mbushur me lule dhe në shumë pjesë saj me ferra. Rilindja urbane 2.0 është të mos shohësh më lulet, po të fokusohesh vetëm te ferra. Lulet kush t'i shofi dhe t'i çmoj, shumë faleminderit, kush nuk i shef, prap faleminderit, duhet fokusuar tek ferrat, duhet fokusuar tek mungesat. Dhe gjithë programi i rilindjes urbane 2.0 janë mungesat. Filloi paraqitja e programit me muzet e identiteteve lokale. Duket sikur mund të duket, mbasi s'duket, mund të duket sikur ore çfarë thon këta. Në fakt është e papranueshme që ne të synojmë të ngjitemi më lart si një vend turistik dhe të besojmë që ne mund ngjitemi më lart thjesht dhe vetëm duke mirëmbajtur atë që kemi. Dhe duke pranuar këtë kategori ku jemi. Kategoria ku jemi sot është një kategori që duhet me patjetër ta lëmë mbrapa, sepse përndryshe do të na vëri poshtë si vend turistik, turizmi masiv. Dhe ndërkohë
diversifikimi i portofolit të ofertës tonë është domosdoshmëri për të diversifikuar gjithë përmbajtjen e asaj mase turistësh që janë 12 milion që hyjnë e gjithë dalin, por flas për ata që qëndrojnë dhe konsumojnë këtu kohë edhe konsumojnë ofertën tonë. Prandaj, të gjitha këto që u thanë, duhen marrë me seriozitet dhe duhen bërë. Muzeet e identiteteve lokale janë një element. Transporti modern është një element tjetër i domosdoshëm dhe për këtë arsye ne kemi filluar dhe do të hyjmë tashti në një fazë të krijimit të një kompanie të përbashkët mes Fondit Shqiptar Zhvillimit dhe bashkive për të furnizuar bashkitë duke filluar nga ato që janë me bashkitë që kanë fluksin më të madh të turistëve me autobus të një gjenerate të re. Autobus elektrik, të cilët do duhet të plotësojnë shumë nevoja të rritura sidomos gjatë sezonit dhe pastaj hap pas hapi të krijojmë lidhjen rajonale, të krijojmë intermodalitetin. Një tjetër komponent i programit janë parkimet. Nuk mundet më që ne të mos hymë në një fazë komplet të re të ndërtimit të parkimeve në qytete. Nën toksore, mbi toksore, me të gjitha ato formula që u paraqiten këtu dhe programin e kanë plotësisht funksional, besojmë ne. Tjetra është që është e rëndësishme, është gjithçka do të bëjmë me ekonominë në sensin e fuqizimit të subjekteve vendore. Nga SHBB-t që po krijohen 33 SHBB nuk janë pak, por duhet kemi më shumë akoma, tek programi për mbështetjen e të gjitha bizneseve të vogla dhe të mesme me garancinë sovrane, programi dyfisho biznesin tënd, që do të lançohet dhe do të hapi dyert e bankave për të gjithë ata që duan financim për të dyfishuar kapacitetet e tyre në të gjithë territorin. Tek startupet, ku zoti Demo kishte një të dhënë paksa të pa updateuar, që nuk është në natyrën e tij të mos jetë updateuar, po nuk është më 85%, po 75% pesha e Tiranës, në aplikimin e fundit kemi 25% startupeve nga bashkitë e tjera, por këtu duhet bërë një punë e posaçme nga ju, sepse ne besojmë që pikërisht se bashkitë e tjera mund të jenë më pak të ekspozuara ndaj gjithë zhvillimeve se sa Tirana, mund të jenë pika ku startupet mund të jenë më shumë. Sepse talentet nuk mungojnë në asnjë fshat të Shqipërisë, jo më nëpër qytete. Dhe kompania tjetër që do të krijojmë për të mbështetur të gjitha bashkitë, kompani prapë dhe ajo e përbashkët e logjistikës për të quar në një nivel tjetër mirëmbajtjen e kanaleve ujitse, mirëmbajtjen e kanaleve kulluse, duke i shpërndar kapacitetet në mënyrë harmonike dhe me prioritete që vinë si rezultati nevojave që ka njëri e tjetri, do t'jenë dhe ato një vlerë shtuar, në ndërkohë që ne po përgatisim dhe programin e ri të investimeve, që nuk
nuk ishte në këtë prezantim, programi I ri investimeve për mbrojtjen lumore, programi I ri investimeve për përmbylljen e gjithë hartës së ujitjes, ka akoma një pjesë harta e ujitjes që kërkon investime. Programi I ri për strehimin, do të kemi së shpejti ato që për cilin jemi zotuar, që këtë mandat do të kemi një qasje tërësisht të re ndaj strehimit, jo vetëm social, por dhe strehimit përballueshëm. Dhe do të mbështesim fuqimisht çiftet e reja konkretisht dhe jemi duke punuar për programin I cili dhe ai do të financohet masivisht. Dhe në mbyllje dua që së bashku të bijem dakord në një pikë, që nuk mund të lejojmë që çështja e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian të banalizohet dhe që njerëzit ta ndjejnë këtë si një çështje që është çështje që nuk lidhet me jetën e tyre të përditshme. Sepse është tërësisht e pavërtetë. Prandaj bërja e prekshme e përfitimeve të këtij procesi është detyrë e përbashkët e të gjithëve ne. Ky është një proces historik për 1001 arsye, por ky është një proces historik dhe për ekonominë e kujdo. Është ekonomia e kujdo që me këtë proces do të rritet dhe veçanërisht është ekonomia atyre që sot janë të reja dhe të rinj. Nëse për ata që janë gjenerata më të vjetra, nuk më vjen fjala e vjetër, po më të rritura në moshë, kjo që thash është relative, për ata që janë gjenerata e re, kjo është absolute. Fal antarësinë në Bashkimin Evropian, Shqipëria e pas 10 vjetëve në antarësimi do jetë Europa e të rejave dhe të rinjve. Por nuk mundet dot ta vëmë në rrezik këtë proces dhe nuk mundet dot lejojmë që një narrativ absurde që ç'na duhet ne kjo, po lëre tani se kjo është propagandë, po lëre jo të kanalizoj energji negative ndaj procesit, jo ndaj nesh. Dhe duhet shpjeguar që Europa është standardi që kërkohet. Këto pritshmërit e rritura, kjo nevoja për të parë jo 5 kilometrat e ndërtuara, po për të fokusuar te 100 metrat që mungojnë, është eksaktësisht çfarë e lidh pasgjithshmërisht Europën dhe Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian me këtë nevojë për ato 100 metra. Kështu që rilindja 2.0 nuk është thjesht ndërtojmë infrastrukturë, por është ndërtojmë cilësi jete, cilësi bashkëjetese. Nuk është ndërtojmë më tej qytetin, por është ndërtojmë më tej komunitetin. Nuk është hajde të ndërtojmë rrugë të tjera, po të ndërtojmë lidhje dhe të krijojmë ndërlidhje, mobilitet të brendshëm dhe jo thjesht parqe dhe sheshe, po marrëdhënie. Dhe natyrisht jo thjesht ekonomi, po mirëqenie. Sepse
Hiri i të vërtetës do të thuhet që po të shikojmë të gjitha shifrat, ekonomia jonë nuk ka qenë asnjëherë më mirë. Po të shikojmë raportin e kësaj ekonomie që ne e shohim me shifrave me atë që është ekonomia e perceptuar e njerëzve, atëherë kemi problem ne, jo njerëzit, që është ndjesia reale e mirëqenies dhe perspektivës për mirëqenie. Këto ishin fjalët e mia. Besoj shumë tek ky program. Besoj shumë tek ky program dhe besoj shumë tek eksperjenca që kemi akumuluar. Ashtu sikur besoj shumë që nëse eksperjenca nuk do të na bëj cinik, po do të na bëj të hapur, më të hapur ndaj kritikës apo ndaj pakënaqësisë apo ndaj reagimit të kujdo qoftë. E thënë me fjalë tjera, aty ku e nisa nuk do të na bëj të ngurtë dhe ta karakterizojmë atë që na vjen përballë si mos mirënjohje, por do të na ndihmojë eksperjenca që ta adresojmë si duhet dhe atë që vjen përballë, atëherë ne do bëjmë një sukses të ri. O do jemi viktima të suksesit tonë, që është një mundësi. Ja thash atij mikut ton këtu, po s'po e përmend. I thash, po i quajte mos mirënjohës ata, je viktimë e suksesit tënd. S'ke shpresë. Po i kuptove dhe do t'i japësh një marsh tjetër që t'i arrish ti tek ata, jo të vinë ata te ty, atëherë do bësh heroi i tyre dhe je përsëri ti që e mishëron suksesin. Shumë e thjeshtë. Dhe ajo që ne kemi detyrë kombëtare, miqtë e mi, historike është që të mos lejojmë në asnjë mënyrë që marrëzia e zgjidhjeve magjike të fitojë terren, se pastaj gjithçka kemi ndërtuar do shkojmë me kokë poshtë. Do shkojmë me kokë poshtë jo për ne, do shkojmë me kokë poshtë për të nesërmen. Dhe jo Bashkim Evropian, por kthim mbrapa dramatik. Përpara t'jetë vonë për ata që besojnë te këto lloj ilaçes çuditëbërse, ne duhet të vrapojmë më shpejt. Shumë më shpejt. Se po shikoj Evangelin. Evangeli është mjek. Por vjen një moment kur njerëzit besojnë tek mjekët popullor. Pastaj vjen një moment tjetër kur nga mjekët popullor kalojnë ke fallxhorët. Fallxhoret, se kisha ndërmend fakt fallxhorët se këta që ofrojnë recetat në publik janë fallxhorë me ë. Ne s'duhet ta lejojmë këtë. Ne po duhet kuptojmë pse i lind nevoja për fallxhorët njerëzve. Dhe shkaku jemi ne, që ta kemi shumë qartë. Po e kërkuam shkakun te të tjera gjëra, duhet ta lëmë këtë punë, sepse do të thotë që eksperienca na ka bërë cinik. E dim, kemi mësuar shumë gjëra dhe themi këta e fusin kot. Këta e fusin kot. Fallxhorët ja fusin kot. Njerëzit nuk ja fusin kot. Njerëzit kanë një nevojë që ne duhet t'ja u kuptojmë dhe t'ja u plotësojmë.
po ngelen dorë të fallxhorëve, do jetë shumë vonë pastaj. Do jetë shumë vonë. Pastaj, nuk kam më vlerë të shkosh prapë te mjeku ti thuash ore shiko tani se. Po mirë, të thashë hajde ta kuroj me ilaçe, deshe të marrësh qumësht miu me mjalt grenze. Tash çfarë do të bëjmë? Tash duhet të pres. Larg qoftë këmbën. Shumë faleminderit.